Jemi të mësimin 5.6. Le të ndërtojmë këtë lloj figure. Atëherë si fillim duhet që ne kemi marrë një cikël for që të lëvizim nga 0 deri tek 2-shi. Do thotë që 3-shi nuk përfshihet. Meqense është repeat 3 herë, le të ndërtojmë trekëndshën. Po marrim një color random ku ka për të ecur përpara 100 piksel dhe në momentin që ecë përpara 100 piksel, duhet që ne të ndërtojmë trekëndshën dhe spostojmë me kënd 120 gradë me të djathtë. Pra, shkojmë, ndërkohë ai duhet të kthehet përsëri. Këtu kemi kodin, brenda një ciklin for, thread funksionet, atë le ta kthejmë figurën, pra personin që vizaton, le ta kthejmë me kënd. Pra jo aty, po jashtë forit. Dhe kthejmë me kënd 180 gradë. Në momentin që kthehet me kënd 180 gradë, ne jemi në gjendje tani të vizatojmë katërorin. Atëherë për të vizatuar katërorin, thjesht marrim një cikël for që ai të përsëritet 4 herë, marrim përsëri një color random dhe ecim drejt dhe më pas kthehemi me kënd 90 gradë. E shikojmë pozicionin, për shembull nga e kërkon nga majta ose nga e djatha, gjithsesi ne bëjmë reset. Për ky është cikli far i parë që ndërton trekëndshën, ku thret një color random dhe thret funksionet për move, forward dhe kthehet djathtas. Të njëjtën situatë kthehet djathtas me 180 gradë dhe pas me anë të ciklit for tjetër, nga 0 deri tek 4, 4 pa përfshirë krijon katërorin. Kalojmë tani në puzzle-in numër 7. Jepen dy katëror të tillë me gjatësi 100 piksel, ku ajo gjatësia e vogël është 50 piksel. Le ta shikojmë. Le të marrim tani një repeat, pra një for, kur personin e kemi kthyer 90 gradë, pra e kemi kthyer nga marrim një color random, le të eci drejt 100 piksel dhe pas të kthehet me një kënd 90 gradë nga e djathtë. Pra deri tani kemi kthyer 90 gradë dhe kemi ndërtuar katërorin e parë. Pra shkojmë, kthehet katërori i parë. Tani do duhet që ne ta kthejmë atë me kënd 180 gradë. Atëherë e kthejmë personin që vizaton, pra këndin e marrim 180 gradë. Pasi ne e kthejmë, për të shkuar tani, ose shkojmë me 50 piksel, ose shkojmë me 150 piksel komplet dhe shkojmë në cepin e fundit fare të katërorit. Atëherë si të doni merreni, ose merreni me 150 piksel, pra unë po marr 100 piksel dhe tani po e ndryshoj atë, po marr 150 piksel, që të shkoj, që të bëj vetëm thjesht të bëj një rrugë dhe më pas ciklin for ta marr me 3 pjesë. Atëherë te pjesa e forit thjesht më duhet të ndërtoj vetëm treshën, sepse një e kam vendosur sipër. Atëherë po eci drejt 100 piksel. Më pas po e kthej djathtas me 90 gradë. Shikoni pozicionet, çfarë ka ajo. Do të kërkon, ndërkohë marrim edhe colorin, i japim edhe një ngjyrë në mënyrë random dhe këtë e kthejmë nga e majta. Ai do shikojmë pak pozicionet kur i kërkon që të jepet të lëvizet dhe në pas të kthehet. Shikoni, pra është gabim. Atëherë çfarë do bëjmë?
Në pjesën e lëvizjes së 100 piksel, vendosim të kthehet njërë dhe në pas të lëvizet. Pra e kthejmë njërë me 90 gradë në left dhe në pas të lëvizi forward 100 piksel. Po da shikojmë kodin. Pra është kthyer djathtas me 90 gradë. Ky është cikli i parë ku ndërton katrorin, ku merr një ngjyrë random dhe më pas ecën para dhe kthehet djathtas. Këtu kemi jashtë ciklit, pra kthehet të djathtas me 180 gradë dhe ecën drejt 150. Këtu kemi ciklin tjetër që ndërton katrorin. Por katrori pa përfshirë kufirin lartë. Thjesht është një cikël forë që bën vetëm 3 herë. Ne jemi në këtë situatën të tillë, që ai thjesht ecën përpara dhe kthehet pas me 100 piksel. Secila nga këndet është 45 gradë. Shikoni pak, nëse ne e bëjmë këtë gjë, do duhet që në çfarë? Ne duhet të përfshijmë një repeat. Pra nëse ne shikojmë kodin, pra gjithë ky kod duhet brenda një cikli. Atë le ta spostojmë, le ta largojmë dhe marrim një cikël for, por sa gjëra duhet të bëj ai? Atëherë ai këtë duhet ta bëj 8 herë, sepse ne po ta shikojmë kemi 8 vija. Atëherë marrim 8-ën, pra nga 0 deri te 7-a, ai ka për të bërë do të rasti të 4 funksionet. Pra nga 0 deri te 7-a, ai të marri një ngjyrë rastësisht, të kthehet, të eci drejt, të kthehet pas dhe të kthehet djathtas 45 gradë. Okej, vazhdojmë continue. Le të marrim puzzle-in 9, do duhet që ai të krijojë një rreth. Duhet që në ciklin for duam pikën e fundit fare. Atëherë meqense ai ecën me 1 piksel dhe rrethi është i plotë është 360 gradë, atëherë marrim që ai ta bëj 360 gradë. Fakti që ai vendoset që fillon nga 0-a, vlerat që ai do marrë do jetë nga 0 deri tek 359. Shikoni pak. Pra për çdo piksel, ne mund të shtonim aty dhe një set color random që ajo të ndryshonte ngjyrat për çdo piksel. Pasi e mbaron këtë, le ta shikojmë kodin. Pra, kemi ciklin for, nga 0 deri tek 359 do marrin numrat, por nga 0 deri te 359 janë fix 360 numra. Duke përfshirë 0, normale. Le të vizatojmë diçka për shefin tonë. Le të marrim një set color random, po ecim një move forward dhe të ndërtojmë një drejtkëndësh, një katror. Atëherë le ta përfshijmë këtë midis një repeati. Atëherë po marr një repeat. Dhe kësaj po përfshi një width, një gjerësi vije. Atëherë po marr gjerësinë 5. Le ta përfshi, le ta vendos sipër saj, pra me drejtë që mora ngjyrën dhe po marr trashësinë e saj. Këtë gjë po e bëj 4 herë, pra brenda një cikli for, po e përfshi që ai të bëj të thrasi këto 5 funksione. Dhe po ndërtojmë thjesht një katror. Ju vizatoni për shefin tuaj një objekt çfarë të doni. Atëherë shihemi në mësimet e tjera.